Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet më në fund maska që ju heqë 10 vjet nga fytyra, ja si ta përgatisni. Plakja është një proces natyror që nuk mund të parandalohet. Megjithatë, për fatin tuaj të mirë, shenjat e plakjes që manifestohen në lëkurë, rrudhat dhe lëshimi i lëkurës dhe në flokët e thatë dhe të brisht mund të trajtohen edhe në mënyrë krejtësisht natyrale. Ndaj në vend që të shpenzoni para të mëdha në produkte të shtrenjta të cilat nuk garantojnë sukses, provoni kurat natyrale të cilat ne do t'ju sjellnim në këtë video, që janë dëshmuar të suksesshme në trajtimin dhe në parandalimin e shumë shenjave të plakjes. Kurat natyrale për lëkurën, pa marrë parasysh se fshehin vijat dhe rrudhat e fytyrës apo mbulojnë shenjat e pleqërisë, të gjitha kurat natyrale që ne ju a kemi sjellë në këtë video kanë një qëllim të përbashkët, t'ju bëjnë më të reja. Lëkura është organi më i madh i trupit dhe si i tillë është organi i parë që bie në sy gjatë kontaktit me njerëz. Për fat të keq është pikërisht lëkura ajo që preket më së shumti nga shenjat e pleqërisë. Megjithatë, për fatin tuaj të mirë ka shumë ilaçe natyrale të cilat mund të përdoren për parandalimin dhe trajtimin e këtyre problemeve. Kosi është i pastër dhe është një përbërës shumë i famshëm për trajtimin e lëkurës për shkak të acidit laktik që përmban dhe që ndihmon në ngushtimin e poreve si edhe në rigjenerimin e qelizave të lëkurës. Për më tepër, kosi përmban zink dhe vitamin A dhe C, vetitë të cilave mbrojnë lëkurën tuaj nga dëmtimet që mund të shkaktohen nga radikalet e lirë. Ka disa receta apo maska natyrale me kos, megjithatë kosi funksionon për mrekulli edhe si përbërës i vetëm. E tëra që ju duhet të bëni është që ta aplikoni kosin në fytyrë dhe ta lini të qëndrojë për 20 minuta para se ta pastroni me ujë të ftohtë. Uthulla e mollës. Ka shumë produkte natyrale të cilat do t'ju ndihmojnë në rikthimin e elasticitetit të humbur të lëkurës tuaj, ndërsa njëra nga më të famshmet është uthulla e mollës. Acidi i cili gjendet pikërisht tek uthulla e mollës ka veti të shkëlqyera për të larguar të gjitha problemet me plakjen e parakohshme dhe gjithashtu ndihmon në balancimin e nivelit të pH-it duke bërë që lëkura juaj të mos jetë as e yndyrshme dhe as shumë e thatë. Përzieni 100 ml uthull molle me 200 ml ujë dhe për zierjen e fituar derdheni në një shishe spray me të cilën më pas e trajtoni lëkurën tuaj. Vaj i kokosit dhe limoni. Kurat natyrale të cilat po përqendrohen në pastrimin e fytyrës janë shumë të rëndësishme për femrat të cilat kanë filluar që të përjetojnë shenja të pleqërisë, pasi ilaçet e tilla natyrale përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe ju ndihmojnë nga ana tjetër të çliroheni nga qelizat e vdekura të lëkurës dhe papastërtitë e tjera. Përzieni 100 ml vaj kokosi me 2 lugë gjelle sheqer pluhur dhe 1 lugë gjelle me lëng të freskët të limonit. Gjithashtu bëheni masazh lëkurës tuaj dhe më pas përdoreni këtë përzierje duke bërë lëvizje rrethore. Më pas pastrojeni fytyrën tuaj me një leckë të lagur para se ta pastroni me ujë të ftohtë. Kurat natyrale për flok. Me kalimin e viteve fillojnë të ndryshojnë edhe flokët. Përveç thinjave që janë pothuajse të pashmangshëm, flokët fillojnë edhe të bëhen akoma edhe më të thatë, më të brisht, shenja këto të plakjes së flokëve. Ndonse disa produkte vetëm munden që ta përkeqësojnë situatën, kurat natyrale ju ndihmojnë që ju të fitoni flok më të shëndetshëm dhe njëkohësisht edhe më të bukur. Maska me avokado dhe me mjaltë.
fal nivelit të lartë të proteinave dhe vajrave natyral, ne ju tregojmë se avokado është e përkryer për maska natyrale për trajtimin e shenjave të pleqërisë. Mjalti në anën tjetër ka veti zbutëse që i bie se u ofron flokëve tuaj pikërisht atë për të cilën ata kanë nevojë. Zbutje të thellë. Përzini 100 ml mjalt me 2 lugë gjelle avokado të shtypur, mundet të shtoni edhe pak vaj ulliri. Përzierjen e ftuar mund të aplikoni në flokë të lagur dhe, pasi që ta keni lënë në kontakt, për 15 deri në 20 minuta pastrojeni mirë. Bira për shkëlqimin e flokëve. Një nga kurat më të pazakonta për trajtimin e flokëve është pikërisht bira. Ky produkt, përveç se ju rikthen shkëlqimin e humbur të plakur, ju ndihmon që ju të fitoni flok më të shëndosh. Njëra nga alternativat është që bira të përdoret për shpëlarjen e flokëve, ndërsa alternativa tjetër është që 100 ml birë ju t'i përzini me një lugë çaj, vaj lule dielli dhe një vezë. Përzierjen e ftuar aplikojeni në flokë të lagur, lëreni atë për rreth 15 minuta dhe përfundimisht pastrojeni flokët tuaj me ujë të ftohtë. Vezë për flokët e brisht. Ashtu si trupi edhe flokët kanë nevojë për proteina. Për këtë arsye, nuk ka shumë produkte të cilat përmbajnë enzima dhe kjo është një prej tyre e cila do t'ju vijë juve në ndihmë. Të kuqet e vezave përmbajnë shumë yndyrë dhe proteina derisa të bardha e vezës është e mbushur me enzim, e cila ju ndihmon për t'u çliruar nga yndyra e padëshiruar në lëkurën e kokës tuaj. Kjo është njëra nga kurat më të mira natyrale për kujdesin ndaj flokëve. Thjesht tundeni vezën, përdorni 2 nëse keni flokë të gjatë dhe aplikojeni më pas në flokët tuaj të lagur, pasi t'i keni pastruar me shampo. Pas 15 minutash pastrojeni flokët tuaj me ujë të ftohtë. Maska prej orizi dhe mjalti kundër plakjes së lëkurës. Orizi vlerësohet sidomos në recetat për kujdesin ndaj bukurisë së femrave japoneze dhe në kombinim me mjaltin siguron një lëkurë të ripërtërir të fytyrës. Është i pasur gjithashtu me vitamina të grupit B, të cilat stimulojnë rritjen e qelizave, parandalojnë ose ngadalsojnë plakjen e tyre si edhe përmirësojnë furnizimin me gjak në lëkurë. Kjo maskë shëruese me oriz, qumësh dhe mjalt do të bëhet maska juaj e preferuar, sepse pas përdorimit të saj, lëkura juaj bëhet më e butë dhe më me shkëlqim. Përgatitja. Merrni 2 deri në 3 lugë të supës me oriz dhe e zieni në mënyrë të zakonshme, derisa në momentin kur orizi juaj të jetë të zbutur. Uji në të cilin është zier orizi, më pas që do ta përdorni e vendosni në një tepsi apo në një enë të veçantë. Orizin e zier e mbushni me ujë dhe aty shtoni edhe një lugë me qumësht të ngrohtë. Masën e përzini derisa të bashkohet dhe e shtoni edhe një lugë të madhe me mjalt. Maskën e vendosni në lëkurën e fytyrës dhe në qafë. Pas gjysmë ore me kujdes e largoni maskën dhe e shpëlani fytyrën me ujin e orizit. Pos dobive të shumta që sjell orizi, uji orizi të zier po ashtu, në mënyrë të shkëlqyeshme hidraton lëkurën e fytyrës, përmban antioksidues dhe absorbon përbërësit e shkaktuar si pasojë rruazave të dëmshme ultraviolet të diellit. Për më shumë, orizi parandalon edhe formimin e melaninës dhe me vetë këtë parandalon shfaqjen e njollave. Ujin e orizit mundet ta ruani në frigorifer për rreth 4 ditë. Mund ta përdorni në mëngjes dhe në mbrëmje si losion për fytyrë. Mund edhe ta ngrini në aku dhe ta përdorni për pastrimin e fytyrës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative.
Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.